Është një hadith vëllezër madhështor që transmeton Tirmidhiu nga Abu Huraira radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma ra'aytu mithla an-nari nama haribuha." Nuk kam pa diçka sikur zjarri i xhehenamit, e megjithatë ai që duhet me ik prej tij flan. Thot wala mithla al-jannati nama talibuha. Dhe s'kam pa dhe diçka sikur xheneti, që ai që duhet me kërku xhenetin, mu angazhu për xhenetin, çka flan. Nuk angazhohet. Hadith madhështor që tregon realitetin e njerëzve. Zjarrit dhe cilësitë e zjarrit na i ka përmend Allahu në Kur'an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith të merrin e madh dënimet e lloj-llojshme që i përjetojnë krijesat kur i dënon Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë, shumica e njerëzve vëllezër janë ngjumë. Vend që mu largu domethënë me vepra të tyre, me ik prej këtij zjarri, janë ngjumë, siç po tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pashtu xheneti vëllezër, sa herë ka përmend Allahu në Kur'an kënaqësitë që janë tonë. Kënaqësi trupore, kënaqësi shpirtërore. Sa hadithe i lexojnë njerëzit. Megjithatë, shumica e njerëzve janë ngjumë, nuk e kërkojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, me përjashtim një pakicë që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. E kjo është shumë e çuditshme. Shumë e çuditshme. Njeri e din, beson bindshëm se masi që të vdes ka xhenet edhe ka zjarr, edhe e din se për me hinë xhenet ki me kalu në për urën e siratit, por cilësh është zjarri i xhehenamit, edhe e vren sikur ngjumë ka. Ngjumë. Nuk angazhohet që me ik për këtij zjarri, edhe në anën tjetër flan nuk angazhohet me kërku atë xhenet madhështor të Allahu subhanahu wa taala. Sa po thotë Ibn Kaimi, që në realitet po na shpjegon vëllezër. Po njerëzit janë ngjumë, nuk angazhohen me gjana që i sjellin dobi, edhe janë ngjumë, nuk ikin nga gjana që i dëmtojnë, përkundrazi, angazhohen me ato gjana që i dëmtojnë edhe nuk i sjellin kurfar dobi. E kjo padyshim vëllezër që është shumë e rrezikshme. Kjo të shkatron Allahu na ruaj.